datën 10 shkurt, në orën 17, 5 mbas dite, ku qytetarët duhet të derdhen në shesh dhe nuk është e nevojshme që të përgjigjen pyetjes tjetër se çfarë duhet bëj Partia Demokratike apo opozita ndryshe. Unë mendoj se duhet të jetë në dorë të qytetarëve. Duhet të jenë qytetarët ata që duhet vendosin se si do të sillen nesër në protestë. Duhet të jenë qytetarët ata që duhet të vendosin nesër se do ta lejojnë që Rama të vazhdojë dhe me anë të mandateve të tij të grabitura dhe të vjedhura të vazhdojë të vjedh deri në atë fazë sa të deklarojë dhe të thotë që do të ndërhyjë në legjislacion për të mbrojtur vjedhjen. Parë në këtë këndvështrim, unë mendoj se nuk është më detyrë e Partisë Demokratike dhe opozitës për të vendosur se si do të zhvillohet protesta, por e qytetarëve, për arsye se ditën që protestohet janë qytetarët ata që e kanë pushtetin dhe ata vendosin. Mendoni që do të prodhoj një ndryshim politik kjo protest? Patjetër që protestat janë mjeti më i fuqishëm, një nga mjetet, po mjeti i fuqishëm në duart e opozitës dhe të popullit opozitar, të qytetarëve, për të bërë ndryshimet. Por jo për të bërë ndryshimet në moment, po ato përgatisin zgjedhjet, përgatisin ndryshimet me anë të votës. Partia Demokratike nuk është parti e dhunës, nuk është parti që kërkon të marrë pushtet në tavolinë dhe pushtet me dhunë, por ama në mbështetje të qytetarëve, në të drejtën e tyre, patjetër duhet të krijojë kushtet për zgjedhje të lira e të ndershme. Duke parë që Partia Socialiste, kryeministri Rama, pas vitit 2013, asnjëherë nuk kanë zhvilluar më zgjedhje të lira e të ndershme, por gjithmonë zgjedhje të kontestuara. Zgjedhjet e 11 majit të 2025-s kanë arritur kulmin, se për herë të parë është raporti përfundimtar i OSBE-Odirit, që është organizata më serioze për certifikimin e zgjedhjeve, ku shkruan dhe deklaron e zezë mbi të bardhë, është fshirë kufiri midis shtetit dhe partisë në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë. Dhe zgjedhjet e 11 majit e treguan më së miri këtë. Parë në këtë këndvështrim, patjetër që duhet të krijohet terreni, të krijohet situata për zgjedhjet lira të ndershme. Dhe këto krijohet ashtu siç Partia Demokratike ka deklaruar, jo me një qeveri si të Ramës, jo me këtë kryeministër, jo me këtë qeveri, jo me këtë mazhorancë, por me një qeveri integruese, teknike, çfarëdo emërtese mund t'i vëmë, por për përgatitur terrenin për zgjedhjet lira të ndershme, patjetër duke i paraprirë këtyre zgjedhjeve edhe një reformë zgjedhore dhe një reformë territoriale e drejtë dhe konsensuale, për arsye se të gjithë e dimë që jemi në një situatë që përveç se uzurpimit të gjitha pushteteve nga kjo mazhorancë dhe ky kryeministër, ne kemi një reformë territoriale të bërë nga kjo mazhorancë në mënyrë të njëanshme dhe një reformë zgjedhore, një kod zgjedhor përsëri të bërë nga kjo mazhorancë me ndryshimet që bëri ndryshimet kushtetuese që bëri, ku hoqi koalicionet dhe bëri shumë ndryshime të mëdha, duke mos marrë parasysh fare ndryshimet që pësoi kodi zgjedhor para 11 majit, që ishin ndryshime pavarësisht edhe me pjesëmarrjen e opozitës, por të detyrueshme për momentin dhe as pak një kod zgjedhor që është i drejtë për përfaqësim të drejtë në parlament. A mendoni se vetëm protestat janë